Detajet e reja kanë dalë nga ngjarja e rënda e regjistruar në autostradën Mamurra-Slaç pranë fshatit Sanxhak të Kurbinit, ku është dhunuar brutalisht ish-kryetari i Partisë Demokratike në njësinë administrative të Dajçit në Lezhë, Sokol Toma. Mësohet se persona ende të pa-identifikuar i kanë prerë rrugën dhe e kanë goditur Tomën me sende të forta në makinën e tij, duke e lënë të plagosur. Bëhet me dije se Toma ka pësuar lëndime të rënda fizike nga dhunimi barbar. Raportohet se 53 vjeçarit i janë thyer këmbët dhe i është prerë një pjesë e veshit. Po ashtu, mediat raportojnë se autorët kanë qenë të maskuar dhe pasi e kanë sulmuar me sende të forta, i kanë marrë edhe telefonin celular. Më pas ai është gjetur nga kalimtarët në makinë në gjendje shoku dhe është dërguar me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. Për momentin raportohet se Sokol Toma ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ka nisur punën për zbardhjen e ngjarjes dhe identifikimin e autorëve, ndërsa ende nuk ka një reagim zyrtar për çështjen. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.